Tha avokati me shumë të drejtë, ndryshimet që u bën në standardin e drejtave të njerëzit me kartën e të drejtave që duhet i komunikohet të gjithë personave që nga ndryshimi i kodit të procedurës penale. Por, avokati popullit kur erdhi, kjo karta gjithsesi nëpër komisariate u jep personave vetëm në momentin që u komunikoi akuza, pra kur kishte mbaruar çdo gjë, e kishin marrë në pyetje dhe gjithë të tjerë, pastaj merrte një deklarat që ju komunikua dhe karta e të drejtave së bashku me komunikimin përfundimtar të gjendjes së tij. Sot po të shkojmë, karta e të drejtave është një dokument që jepet paraprakisht. Në momentin që hyn qytetari, të tëra këto, përveç se janë të publikuar në muret e komisariateve, përveç se duhet t'i thuhen me zë nga policët persona në momentin në cilën ato dalohen apo arrestohen, të gjithë kush që hyn në komisariat, në momentin që regjistrohet, sot, mbas një këmbguljeje shumë të fortë avokatit popullit për vite me radhë në rekomandimet vazhdueshme, ndonse nuk është detyrim në procedurën standarde të policisë së shtetit, jepet që në momentin që personi hyn. Kur ai hyn dhe regjistrohet, jepet dhe kjo letra dhe ne kemi gjetur letrën në xhep personave kur kemi vajtur për të bërë verifikimet paraprakisht.